Miliarderi Elon Musk shpreu keqardhje për disa nga postime që bëri javën e kaluar në lidhje me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në një mesazh në platformën e tij të medjave sociale. Më vjen keq për disa nga postimet e mia në lidhje me presidentin Donald Trump javën e kaluar, ato ishin të tepruara, shkroi Musk. Postimi i Elon Musk vjen disa ditë pasi Trump tha se marrëdhënia e tij me shefin e Teslas kishte përfunduar. Trump dhe Musk u përplasën publikisht javën e kaluar në mediat sociale, ku shefi ekzekutiv i Teslas dhe SpaceX e përshkroi projektligjin gjithëpërfshirës të taksave dhe shpenzimeve të presidentit Donald Trump si të neveritshëm. Projektligji që u miratua në dhomën e përfaqësuesve muajin e kaluar me një shumicë të ngushtë, është kritikuar dhe nga zyra e pavarur e buxhetit të Kongresit, e cila paralajmëroi se nisma do t'i shtojë mbi 3.8 trilion dollar borxhit federal ekzistues, i cili aktualisht ka arritur në 36.2 trilion dollar. Gjatë fundjavës, Musk fshiu postimin e tij në rrjetin social X që bënte thirrje për shkarkimin e presidentit, si dhe atë nxitës në të cilin përfshinte presidentin Trump në dosjen Epstein. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump të shtunën e bëri të qartë se nuk ishte interesuar të riparonte marrëdhënien me ish-aleatin e tij Elon Musk, duke paralajmëruar se Musk mund të përballet me pasoja serioze nëse përpiqet të mbështesë opozitën. Kompania e automjeteve elektrike Tesla ra ndjeshëm në bursën e New Yorkut pas përplasjeve të nxehta të Musk me shefin e shtëpisë së bardhë, që atëherë Musk ka lavdruar veprimet e administratës Trump kundër emigracionit të paligjshëm në Los Angeles, të cilat shkaktuan protesta masive.